Bismillahirrahmanirrahim. E falënderojmë Allahun e madhruar, i cili sërish na mundsoi të takohemi në këtë vend, ku për çdo ditë më shumë po ngritet me la fjala la ilaha illallah. Dhe a ka kushëna fjalën la ilaha illallah? Jo vetëm ato media të cilat e urrejnë fjalën la ilaha illallah dhe ata të cilët punojnë dhe përhapin fjalën la ilaha illallah. Por shumë njerëz e urrejnë fjalën la ilaha illallah. Por ajo do të ecë, sepse thjesht është fjalë të madhe të Allah. Dhe se të bimi vëllezërve dhe i motrave në këtë vend dhe vendet të tjera, dhe përqafimi i kësaj feje për çdo ditë më shumë nga të rinjtë e të rejat e popujve të ndryshëm, e jo rrallëherë të bashkëvendasve, gjithsesi edhe të vendasve të këtij vendi, është një alamet dhe një shenjë shumë e qartë, ku fjala e madhe të Allah për çdo ditë e paralizohet më shumë. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Do të japin, do të mundohen, do të përpiqen, do të lodhen, do të harxhohen për me shuajtur nurin dhe dritën e të madhe të Allah, por jo, drita dhe nuri i të madhe të Allah nuk shuhet. Ashtu sikur se që nuk shuhet drita e diellit, e drita e Allahut është më e madhe. Vëllezër dhe motra musliman, kemi nderën dhe privilegjin që jemi në mesin e juaj, edhe sa dhe jo për herë të parë, dhe ndoshta edhe jo për herë të fundit, Allahu e di më së miri. Gjithmonë kemi ardhur dhe jo kemi përgjigjur kërkesave të juaja me dëshirë, edhe do të vazhdojmë inshallah të njëjtën gjë ta bëjmë përderisa ju punoni për fjalën la ilaha illallah. Përderisa ju mundoheni ta çani larg fjalën la ilaha illallah. Sa është kënaqësi e madhe me i parë musliman të ardhur nga vende të ndryshme të botës në këtë vend që i ka pruar caktimi i Zotit, e të shoqëruar dhe me vendaset e këtij vendi, të cilët turbohen dhe madhrojnë të madhin Allah. E ne va kemi borç që ata të shoqërojmë, që ata të përgëzojmë, që ata të stimulojmë, që ata të përkrahen në forma të ndryshme për me quajtur larg fjalën la ilaha illallah. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla për gjitha të mirat e cilat u ka dhënë, të mirat e tij gjithmonë kanë qenë dhe janë dhe të mbesen të mëdha. Falenderojmë Allahun për këtë Islam. Falenderojmë Allahun për këtë krenari të cilën e ndjeni me fjalën la ilaha illallah. Falenderojmë Allahun i cili u ka sjellë në një vend ku dyert e davetit janë të hapura. Dhe kjo meriton falënderim për shtetin Zvicran, i cili ka hapur dyert një herë për me ardhur, më vendosur, e pastaj edhe me bërë organizime të tilla sikur se kjo dhe të ngjaj shumë. E ne lutemi për ta me i drejtuar i madhi Allah Azza wa Jalla. Punoni për këtë din, bëhuni shembull të mirë, që shikoni jeni muslimanë të mirë, sepse fenë e keni të madhe. Fenë e keni shumë të madhe. Misionin e keni shumë të madhe. Nuk keni antar dhe përfaqësues të ndonjë feje e cila është feje tokës. Feje shpikur për ideve të mëkta të njerëzve. Nuk keni gjithashtu edhe feje e cila është futur te dora e njeriut dhe ka manipuluar për interesat dhe çarqe të caktuara. Por jeni antar të një feje e cila ka qenë mbetet dhe do të mbetet e palkundur, e paluhatur, e patrubulluar deri në ditën e Kiametit me emrin e të madh të Allah. Keni për çka dhe me çka të krenoheni. Keni për çka dhe me çka të krenoheni. Bagazhi i muslimanëve është i madh i pashtar shumë. Keni besimin e shëndosh.
e kemi ahlakun dhe etike, moralin e shëndosh, e kemi sjelljet dhe karakterin e shëndosh, e kemi zemrën e pastër dhe të shëndosh, e kemi edhe gjuhën e pastër dhe të shëndosh, andaj jemi të mirë, sepse kemi fenë e mirë, dhe kemi Zotin e mirë, dhe kemi pejgamberin e mirë, alayhi salam, dhe kemi Kur'anin e mirë. Ky Kur'an, me këta muslimon, falë të madhe të Allah për çdo ditë, po e tregon vetveten e vet, po e tregon bereqetin e vet, aftësinë e vet, për të depërtuar gjithandej në botë. Mos harroni se punojnë dhe kanë punuar njerëzit në çdo mënyrë që ta shuajnë nurin dhe dritën e Allahut, por janë sfiduar, janë duke u sfiduar dhe do të vazhdojnë të sfidohen edhe në të ardhmen. Sepse ai i cili lufton këtë Islam e ka luftuar Allahun. Ai i cili mundohet me gjetë njolla në këtë Islam, ndjerës dhe mundet e tij do të shkojnë këtë, sepse Islami është më i pastërt se sa që ka mundësi të njolloset nga kushdo qoftë, apo të gjinde në të ndonjë njollë që do ta kishin marrë si pikë dhe bazë për ta sulmuar, për ta përqeshur këtë Islam, këtë fe të madhe, këtë madhe, e pastaj edhe me i larguar njerëzit nga ky din i madh. Por sa po luftojnë këtë din më shumë, ky din po vjen edhe më shumë dhe po forcohet me emrin të madh të Allah, dhe është argument i qartë, dhe është dëshmi e qartë se është fe të madh të Allah azza wa jall. Dhe për një moment e lojnë Evropën, edhe Zvicrën ku jemi, dhe kthehemi në Ballkan, ku shumica jonë dërmuese jemi prej Ballkanit atje poshtë, dhe prej Ballkanit krejt e marrën Kosovë, për të cilën flitet më së shumti brenda 10 viteve, dhe në zatë din sot do të vazhdoj të flitet për Kosovën në emër të krejt shqiptarëve atje, sepse Zoti ka dëshë dhe çashtu kanë qenë kaderët e të madhe të Allah azza wa jall, dhe nuk është të msheft të gjithë e dini. Jo, dhe ata që janë atje poshtë, për dhe dhe gjysa dënjas, se sa luftohet ai Islam dhe ata muslimon në Kosovën tonë të pavarur, të cilin e kemi shliruar bashkërisht dhe kemi derdhur njerëz dhe shumë prej leve ka derdhur edhe gjatë për ta shliruar, por sikurse pas kanë menduar një numër jo i vogël e atyre ish komunistave dhe ateistave se një Kosovë e lirë dhe pavarur duhet jetë edhe pa fe dhe pa ideologji dhe pa Islam. Andaj nuk kanë hezituar dhe nuk hezitojnë 24 orë ta luftojnë dinin e të madhit të Allah azza wa jall, dhe vitit të cilën e mrapa 2011 u them me plot përgjithësi se ka qenë viti në të cilën është folur kundër Islamit dhe pra por veçanti kundër Islamit, pra thuaj është folur për Islam më shumë se sa çdo vit tjetër që është folur nga koha dhe nga dita dhe nga viti që e larguar Osmanlinjit nga shteti dhe nga Ballkani, kur nuk është folur për Islam më shumë se sa që është folur në vitin 2011 në krejt Ballkanin, veçanti në Kosovën tonë, kemë fjalën në veçanti. Dhe kjo pjesa dërmuese atyre që kanë folur dhe asaj që ka është thonë, ka qenë me qëftuar ty, dhe mu, dhe veçanti gjinin femërore, dhe motra tona, dhe nana tona me i luftuar, dhe me luftu xhamia, të cilat e ngrisin fjalën Allahut azza wa jall, dhe me luftu ata musliman, dhe me luftu e bijtë tonë, dhe çdo gjë që ka të bëjë me fjalën la ilaha illa Allah. Nuk ka pas javë, edhe shumë herë dhe çdo ditë që nuk kanë shkruar gazeta për Islam dhe kundër Islamit, ndërsa komentat në për internet ato janë me 10 mira dhe me 100 mira, të cilat janë folur dhe kanë folur kundër Islamit, kanë qitur helm kundër dinit Zotit, pa ja shikoj rezultatet në Kosovë atje, apo mundin ta ndalin dinin e të madhit të Allah azza wa jall, për çdo ditë të madhe të Allah, nga një motër mbunohet, nga një vëlla ja nis të fal, nga i tjetri ja nis me lezu Kur'an, ai tjetri përçafon Islamin, ai tjetri pendohet dhe kthehet në rrugt të Allahut azza wa jall, e ka qenë devijuar, ka qenë e thitur. Këtë nuk është dorë tem, as dorë tane, as dorë të askujt, po është dorë të Allahut azza wa jall. Dhe janë duke kuptuar se ky Islam natyrën e ka të tillë, sa më shumë që ta luftosh, ky rritet më shumë dhe përhapet më shumë, sepse nuk është i imi, është të madhit Allah dhe Allahu ka dashur dhe po don këtë Islam me çu përpara falë të madhit Allah, por ne veçën ata të cilët e shijojmë atë krenari dhe kem atë privilegj dhe ndoshta edhe me te kaluar një sprovë,
në të cilën jemi duke kaluar në për te, ose më ngrit te i Madhi Allah, ose më ra poshtë të mirë ka të mirë, nëse është e dyta, e lumë në të lumë, nëse është e para. Krenahani me këtë din, krenahani me këtë islam, dhe vetëm Kosovë, po gjithandaj në përtroje tona, shqiptare dhe jashtë në Ballkanat jenë, falë Allahu Azza wa Jall, për çdo ditë, po kthehen njerëzit në rrugën e të Madhit Allah, të gjitha shtresave dhe të gjitha moshave, dhe komunistat vazhdojnë, të cilët i kanë hekur një brezat, por kanë vetur tashmë nacionalista dhe me komunizmin në shpirtin e tyre për 24 orë. Ta luftojnë dinën e të Madhit Allah dhe do të vazhdojnë ta luftojnë, por Islami do të vazhdojë të triumfojë, do të vazhdojë të sfidojë në emrin e të Madhit Allah te bareke ve taala. Dhe në fund dua të them edhe një gjë. Dini i të Madhit Allah është hak. Ai është e kryer dhe të gjithë e kemi qartë. Por duhet ta kemi edhe një gjatë tjetër parasysh. Është e vërtetë se Allahu është ai i cili e çon dinin përpara. Por është e vërtetë se Allahu Azza wa Jall me njerëz, me muslimanë e çon dinin përpara, nëse ata nuk e dojnë, u amër dinin krejt. Andaj krenaria dhe falënderimi i takon të Madhit Allah te bareke ve taala, si parë dhe si fundit. Por gjithmonë do ta kemi parasysh një çështje se ky Islam nuk jas ndryshe para vetëm me menhexhin dhe vetëm me rrugën të cilën ka qenë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij dhe ata burrat më dhej në 3 shekujt e parë në veçanti dhe ata të cilët e kanë ndjekur rrugën e tyre. Ky Islam me bidate nuk shkon përpara, ky Islam me dallaverë nuk shkon përpara, ky Islam me përzie, edhe ilahi, me përzi, edhe fjalën la ilaha illallah, edhe muzikë të kohë nuk shkon përpara. Nuk shkon përpara. Ky shkon me fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, me njerëz të cilët e çojnë fjalën Allahut përpara, me ata të cilët e dojnë me shpirt, është shumë normale dhe logjike me na fresku dhe ta dinë mosha të mirë, të cilët kanë ardhur nga lidhja me perëndimin, nga të qoftë me ilahie të bukura, me tekste të bukura, të cilat ta prekin zemrën, por me harame jo musliman, edhe me bidate jo musliman. Mos harani se Allahu nuk i shton bereqet nëse nuk i në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe në rrugën atyre burrat të mëdhenj të cilët kanë qenë mas tina. Ne i pasojmë ata dhe ai i cili mendon se pason dikon tjetër është dallash dhe të kthehet dhe të pendohet se nuk ka me shtu i Madhi Allah bereqet asnjëherë. Bereqeti është në rrugën e Muhammed Mustafas dhe atyre të cilët kanë qenë pas tina dhe inshallah ne jemi zinxhirin e tyre, zemrat e tyre, gjurmët e tyre dhe i dojmë përmas ata të cilët vinë mas nesh me jep një të gjurë. Allahu na forcoft në din ya Rabbel Alamin, e na shpastroft njetin me pas për hatër të Allahut Azza wa Jall, edhe fjalë për hatër të Allahut, edhe mundi për fjalë për hatër të Allahut, edhe këtë organizim për hatër të Allahut, edhe ardhen e jutë për hatër të Allahut, edhe jetën tonë krejt për hatër të Allahut. Nashta shënohem për atyre të cilët kanë jetu për Allah, kanë lind për Allah, kanë jetu për Allah, jenë plak për Allah, kanë vdek për Allah dhe janë gjallë për Allah. La ilaha illallah. Sa mirë është me jetu për Allah, sa mirë me vdek për Allah dhe mu i rinjallë me fjallë la ilaha illallah. Allahu na bëh për tyre ya Rabbel Alamin. Allahu na mundsofti për atyre të cilët janë rrugën e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Allahu na fal mëkatet të mëdha dhe të vogla, aty që i dimë dhe si dimë, na kujtojnë as na kujtojnë, jemi njerëz shumë normale të gabojmë, por më i miri jush është ai i cili pendohet te i Madhi Allah dhe kërkon istighfar te i Madhi Allah dhe thotë o Zot falem se gabova dhe falë edhe krejt musliman, siç ishte ilahia bukur, ati voglushit vogël dhe të bukur, me na fali Madhi Allah. Të gjithëve Allahu ju shpërbleft dhe ju nderoft, edhe organizatorët Allahu ju shpërbleft. E faleminderit edhe për ftesën, po edhe për ardhen e ju, edhe për sabrin dhe për të gjitha. Allahu ju nderoft dhe shpërbleft. Bana halal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.